Dy ekipet kombëtare të basketbollit për femra, U16 dhe U20, kanë mbyllur fazën përgatitore të cilët e zhvilluan për 2 javë me radhë në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës. Pas vajzave 20 vjeçare, edhe ato U16 synojnë rezultate pozitive në ballafaqimet që shorti u ka caktuar. Në fakt ne kemi ekip shumë të mirë edhe shpresojmë që dalim sa më mirë në kampionat. Ndeshjet zyrtare janë me datë 7 deri 12 korrik në Maltë. Paka shumë, po nga që lojtarët janë ndruar brezet, si një orë komplet, po ca. Si e shikoni veten, do të jeni me pretendim, jeni optimist për... Po, ashtu mendojmë dhe ne, po, inshallah. Le kënaqur që keni arritur gjithë suksesin në këtë moshë të re? Është shumë e kënaqur. Për të theksuar është Elena Byberi vetëm 13 vjeç dhe fal talentit të saj arrin të luajë me sukses edhe në përbërjet e ekipit të parë të basketbollit Tirana, ndërkohë që kombëtarja U16 e ka graduar si kapitene të skuadrës. Bashkëpunimi normal është shumë mirë dhe është goxha ekipi mirë. Ndërkohë në ekipin kombëtar raporti me trajnerët, me kolegët në këto ditë në Shkodër? Raporti është normal shumë mirë, sepse ne jemi ekip, edhe trajnerët shumë mirë. Besoj se nëse më ecë sa më lart, do vazhdoj normal. Ndërkohë që kombëtarja e basketbollit të femrave U20 do t'i luajë ndeshjet europiane në Bullgari, kombëtarja e femrave U16 ndeshjet eliminatore europiane do t'i luajë në Maltë prej datës 7 deri më 12 korrik.